Në reportazhin Ma Pikturo ëndrrën, këtë javë prezantojmë një shtëpi të bukur nga Deçani. Kësaj radhe në shtëpinë e tij na ka pranuar Niazi Haklaj, i cili edhe pse jeton dhe vepron në Zvicër, ka vendosur që në vendlindjen e tij të ndërtojë një shtëpi e cila është mjaft e bukur. Ai ka vendosur që shtëpinë ta fasadojë me 2 ngjyra, të bardhë dhe të kremtë. Kjo për faktin sepse sipas tij, këto ngjyra përshtaten dhe i japin madhështinë adekuate planit të shtëpisë. Në planin e shtëpisë janë parapar 5 teraca, në mesin e të cilave edhe kjo terasë në katin e parë të shtëpisë, të cilën kjo familje e shfrytëzon kryesisht gjatë stinës së verës. Një veçanti tjetër e kësaj shtëpie janë edhe këta ekran mbrojtës të vendosur në teracat e shtëpisë, të cilët përkojnë shumë mirë me arkitekturën e saj. Nga eksterieri i kësaj shtëpie, si zakonisht, tani vazhdojmë për të parë interierin e saj. Dhoma ditës së kësaj shtëpie së bashku me kuzhinën përfshin 80 metra katror nga 250 sa ka gjithsej kjo shtëpi. Mobiljet në këtë hapësirë, pronari ka vendosur t'i ketë me ngjyrë të zezë dhe të jenë prodhim gjerman. Këto mobilje me një dizajn mjaft të bukur, pronarët kanë vendosur t'i mbulojnë me këto mbuloja të bardha, të cilave ua kanë përshtatur edhe jastëkët. Televizori në dhomën e ditës është i vendosur në mur, pjesë të së cilit janë të mbuluara me qeramika spanjolle imitimi i gurit. Ndërsa nën televizor është i vendosur ogjaku dekorues, i cili përveç që mund të jetë si dekor, ai ka mundësi edhe të ngrohtë këtë ambient.
Në mes të dhomës së ditës është edhe kjo shtyllë mbajtëse, e cila është e veshur me qeramika të cilat përshtaten mjaft bukur me elemente të tjera përbërëse të kësaj hapësire. Përzgjedhja e suvenirëve në këtë ambient është bërë me shumë kujdes, në mënyrë që ato të kenë një kuptim, si dhe përdorimi i tyre të mos duket i tepruar. Pranë dhomës së ditës, pronari ka vendosur ta ketë kuzhinën, të cilën do ta shohim në vazhdim. Pronari pas ka vendosur që në kuzhinën e tij të ketë ngjyra të bardhëzit dhe pak më herët më tregoi që kuzhina e shtëpisë së tij është prodhim vendor. Në këtë kuzhinë, e cila është e punuar me material shumë cilësor, pronari ka menduar edhe për ndriçimin. Si një nga ambientet shumë të rëndësishme të secilës shtëpi, edhe këtu pronari ka menduar për komoditetin dhe shfrytëzueshmërinë e këtij ambienti. Qasja nga kuzhina dhe dhoma e ditës në trepezari është shumë e lehtë. Aty pronari është kujdes edhe për depërtimin sa më të madh të ndriçimit natyror. Në katin e parë të shtëpisë, përveç ambienteve që pam deri më tani, është edhe një dhomë e fjetjes, e cila është e mobiluar sipas shijes së nënës së pronarit. Zonja e shtëpisë ka zgjedhur mobilje të cilat kanë një ngjyrë dhe dizajn mjaft të bukur. Po ashtu në katin e parë është edhe një banjo e cila është mjaft e madhe. Në këtë banjo ku ka edhe xhakuzi, pronari ka vendosur që qeramikat të jenë me një dizajn në formë të gurëve. Ngjyrat e qeramikave janë e kremtë dhe e hirtë. Me shije dhe kujdes të veçantë janë përzgjedhur edhe hekurat mbrojtës të vendosur në shkallët e brendshme të shtëpisë, të cilat të mundësojnë ngjitjen për në katin e dytë. Në katin e dytë të shtëpisë janë të planifikuara 3 dhoma të fjetjes dhe një banjo. Secila dhomë në këtë shtëpi është e dizajnuar sipas shijes së banorëve në atë dhomë. Të parën do ta prezantojmë dhomën e pronarit, i cili ka vendosur që në dhomën e tij të mbizotrojnë ngjyrat bardhë dhe zi. Mobiljet në këtë dhomë janë prodhim gjerman. Padyshim se pronari i kësaj shtëpie ka zgjedhur një dhomë e cila ka edhe dalje në terracë. Ndërsa kjo është dhoma e fëmijëve, e cila është e planifikuar në atë mënyrë që të shërbejë vetëm për gjumë, pasi që fëmijët e kësaj shtëpie kanë edhe hapësira të tjera ku mund të mësojnë si dhe të argëtohen. E në fund do të prezantojmë dhomën e vllait të pronarit, Ardianit.
Kjo dhomë e cila është e mobiluar me shumë shije dhe elegancë, përveç cilësisë së lartë të mobiljeve gjermane, ka edhe përparësi të tjera. Ajo ka dalje në teracë, si dhe në përbërjet të saj, përfshihet edhe kjo banjo. Kjo ishte shtëpia e Niazi Haklaj në Deçan, e cila padyshim se është një shtëpi e bukur nga ku ju mund të keni marrë ide se si do të dukej një ambient i bukur edhe në shtëpinë tuaj. Ndërsa ju të cilët tashmë keni vendosur që edhe shtëpia juaj e bukur të prezantohet në reportazhin Ma Pikturo ëndrrën, mjafton të na shkruani në faqen tonë në Facebook, Shtëpitë e bukura të Kosovës, Viz RTV 21.